Është shoqëruar me debate të shumta mbledhja jashtëradhe e Këshillit Bashkiak Durrës për 3 nga projekt vendimet. Shtesa një pike në rendin e ditës vetëm pak minuta përpara fillimit të mbledhjes, solli debatin e parë. Projekt vendimi i shtuar me kërkesën e kryebashkiakes kishte të bënte me miratimin e vlerës së shpronësimit për pasuritë e paluajtshme që preken nga projekti TID në Durrës. Bëhet fjalë për 9 njësi tregtare, të cilave u ndryshon vlera e dëmshpërblimit krahasuar me vlerën e miratuar pak muaj më parë. Sipas këshilltarit opozitar, mënyra se si po veprohet nuk është në përputhje me ligjin. Mbledhjet nuk mund vinë në 12 e 10 minuta materiali dhe të kalojnë këshill. Koha dihet, duhet të jenë 5 ditë punuse, ne sillim materialin sot, pas 5 ditësh mbledhemi prapë, neve këtu jemi. Një tjetër projekt vendim që gjeneroi diskutime ishte ai për miratimin e fondeve të trashëguara nga viti i kaluar. Sipas opozitës, këto fonde nuk janë përdorur për t'i ofruar shërbime qytetarëve, ndërkohë që i vetmi zë i realizuar në buxhet në masën 100% është ai për menaxhimin e mbetjeve. Ky buxhet ishte një buxhet jo real, ishte një buxhet jo me këmbë tokë për ato që janë në interesat e qytetarëve të Durrësak dhe për ato çfarë bashkia duhet realizonte në funksion të mbledhjes së taksave dhe përkthimin pastaj në shërbimin e qytetarëve. Bëhet fjalë për fonde të trashëguara nga viti 2024 për kontrata të cilat janë të lidhura, investime të realizuara gjatë vitit 2024 dhe janë në proces zbatimi dhe pjesa më e madhe e fondeve të trashëguara do të përdoren për mbylljen e këtyre kontratave, financimin e tyre për realizimin e investimeve që ju sapo përmendët që nuk janë realizuar. Edhe ndryshimi i disa kompetencave të qendrës Fuqizojmë Komunitetin, e cila do të marrë 12 milion lekë të reja fonde nga programi social i bashkisë, solli debate të forta. Me arsyetimin kur pyetëm ishte që duke qenë që kjo qendër pas ka një nift dhe nga ana financiare është më kollaj të alokohen fondet nëpërmjet kësaj qendre. Po dërim sa si i ka alokuar Bashkia e Durrës. Kush e ka audituar këtë qendër? Sigurisht që janë lekë që janë dhënë dhe janë audituar që si janë shpenzuar. Pse duhet kalojnë tani te kjo qendër? Dhe ajo që është që të bën, domethënë realisht ta ludosh, e të ngresh pyetjen që çfarë po bëhet me fondet e Bashkisë Durrës, por dhe fondet të dhëna nga qeveria, që kalojnë nga bashkia dhe i alokohen dhe të përdoren nga qendra. Bashkia miraton fondet që kemi aplikuar në muajin tetor për qendrën Fuqizojmë Komunitetin. Pasi qendra Fuqizojmë Komunitetin, Bashkia e Durrës e ngriti në partneritet me PNUD-in. PNUD-i kishte fonde të marra nga USAID-i për të ngritur në 3 bashkit të vendit, Kurbin, Lezhë dhe Durrës, qendra që fuqizojnë komunitetet në nevojë. Prej disa muajsh Bashkia e Durrës përfaqësohet në mbledhje nga nënkryetari Gentian Kallmi, ndërsa pas dorëheqjes së kryetarit të Këshillit Bashkiak Ani Durmishi, i cili ka fituar mandatin e deputetit, mbledhja drejtohet nga nënkryetaria Denisa Luarasi.